Zgjidhje largimin nga zona urbane e shkollave, organizimin e transportit e gjërat e ngjashme. Nuk është zgjidhje për shkak se se kjo shkon paralel me çka ka ndodhur në Prishtinë me ndërtimet. Pra, nëse e sheh këtë pjesën lindore si është ndërtuar mati ne edhe gjithë kjo pjesa, aty i keti edhe koncentrimin e njerëzve, familjet e reja, pra një çift i ri që do të jetojë vet, blen aty ku deri tash ka pas mundësi të blej, tash s'ka mundësi se rrit çmimet, po është koncentrimi i familjeve të reja është në pjesën lindore të qytetit dhe në zonë urbane. Kështu që ti nuk mund t'i çosh fëmijët shumë larg nga këto zona. Është shkolla Ismail Qemali, që i ka rreth 3000 fëmijë, i ka kapacitet vetëm për 1000 fëmijë. Pra, duhet të ndërtohet shkollë që e liron Ismail Qemalin, po duhet të ndërtohet shkollë që e liron pavarësinë, duhet të ndërtohet shkollë që e liron shkollën Iliria. Pra, gjithë këtë orientimin e familjeve në atë zonë, duhet të ndërtohen shumë shkolla të reja në atë zonë që të lirohen shkollat ekzistuese. Nuk ka kuptim pra që të bëhen ato, sikur tani që ishte duke u ndërtuar një shkollë në Sofali, po duket që nuk ka nevojë për një shkollë në Sofali, është ndërtuar aty për shkak se kanë gjetë hapësirë, po do të jetë e vështirë që të popullohet ajo shkollë sepse nuk ka aq shumë banor në atë zonë.